në këtë fundjavë me turist spanjoll, e megjithatë policia asokohen vend që të arrestonte turistët të cilët ikën pa paguar, jo vetëm arrestoi Kokdhimën, por me sa di ka vijuar një përndjekje ekzemplare spektakolare në kuptimin e keq të fjalës. Kokdhima, nuk e di nëse jam i saktë, çfarë ndodhi pas atij incidenti me turist kur u shokua opinioni publik? Po, Flavio, mua më futën në burg që në unë shkova në spital, më morën zvarë. Ata bën tentativ vrasje. Nuk bën asgjë më pak as më shumë, bën tentativ vrasje. Se ashtu nuk merret as një qenë zvarë, një qenë të marrë zvarë, dënohesh me burg. Jo të marrësh një njeri zvarë. Edhe ai spanjolli, ai ishte bashkëpunëtor në krim, se në vend të thoshte që mbajet i thoshte atij shoferit, se ke njeri para. Po i thoshte, se ti thoshte, këto janë në video. Po, e vërtet, një video që ka trondit opinionin publik, duhet thënë. Po, e ka trondit, po, u shkova në spital, dhe mbas 6 orësh u bëra u përmenda. E shkova në policinë e Sarandës për të bërë një denancim. Unë nuk e dija që kishte dalë video. Dhe aty nuk më pranoi njeri denancimin, dhe pas një ore më thanë mua i arrestuar. Po për çfarë akuze u arrestova atëherë? Për kanosje dhe për shkatrim prone, që peva xhamin e makinës. E kuptoj. Po, ndërkohë mbaj mend që u pasua edhe me një reagim të çuditshëm, fadromat ju vunë biznesit tënd asë kohë. Sigurisht. Po fadromat pse? Po, që ju pëlqente, duhet u vu gjithë shtetë si pasaj, gjithë shteti kriminal, terrorist, u vu në shërbim të Edi Ramës, dhe dha urdhër Edi Rama për mua, që në atë moment ka dhënë urdhër Edi Rama, unë e kam të shkruar në të status, ka dhënë ai. Ai, veç kryeministër nuk mund t'i thuash. Një shtet terrorist, unë e kisha për legalizim. Edhe e hoqin nga legalizimi për një ditë dhe të nesme në shkatruan. Pa lajmëruar fare. U isha në burg. Edhe në shkatruan biles dhe mallin tim që kisha atje e vidrin ata që isha. Bën 15 ditë ati, se unë e shikoja nga televizionet. Nga burgu e shikoja që ishi 15 ditë që s'ka bërë vaki, vidhin mallin tim, vidhin mallin. Imagjino se çfarë terrorista u treguan. Një nga këto, është e vërtet ajo, tash nuk e dija, është legjendë urbane, po është e vërtet që një nga këto patronazhiste të fuste peshqit e gjallë nëpër xhepa? Marrë vesh, unë isha në burgo, zëbra. E kuptoj, jo. Ka qenë shumë e bukur kjo kur qarkulloj atëherë, edhe nëse nuk ishte e vërtet, ishte e krijuar bukur, edhe peshqit i tundeshin peshqit e gjallë nëpër xhaketa. Këta çdo gjë mund të bëjnë, ata futën dënuan me burg edhe ish gruan time për kupon tatimor, se një vit para më mbyllën lokalin për kupon tatimor. Ta kishin vënë syrin, domethënë, edhe pse nga mbiemri nuk duket sikur duhet kishe probleme me rilindjen. Po që me rilindjen kisha atë barbarin, atë plerën, pagova kusurën atia plerën, spin. Ati të ndyrit, që sot janë bashkë, kanë e pil bashkë ata terroristat bashkë. Edhe në vëndi binde atia, sira do të atia dhe mëra mua. E kuptoj. Pra, në periudhën që pati konflikt Rama Kokdhima, i paguat ju çmimin? Edhe i pagova unë. Se ai si ka zënë asnjëherë emrin në gojë atia. Se ka zënë emrin kur në gojë, sepse se kanë bërë punë të pisa bashkë, se po punë të ndershme s'kanë bërë kur.